Unë nuk e shoh Brikenën finaliste të këtij edicioni, u shpreh Bruno Shemsho, duke komentuar rrugtimin e saj në Big Brother VIP Albania. Sipas tij, loja e Brikenës është kufizuar shumë nga raporti i saj me Mateon, një marrëdhënie që ende nuk është kthyer në histori dashurie, por që ka marrë vëmendjen kryesore në çdo prime. Bruno tha se në fillim gjithçka dukej se po shkonte mirë për të, por më pas loja e saj u fokusua pothuajse tërësisht te kjo marrëdhënie dhe te mbështetja që merr në rrjetet sociale. Ai shtoi se numri i followersave në Instagram nuk duhet të jetë arsye që dikush të shpallet fitues apo finalist, pasi sipas tij publiku duhet të vlerësojë lojën, karakterin, debatet, situatat dhe mënyrën si një banor përballet me presionin brenda shtëpisë. Po të matej loja vetëm nga Instagrami, Brikena do ishte fituese e këtij Big Brotheri. Por unë nuk e shoh as finaliste, deklaroi Bruno. Megjithatë, kjo deklarat ka hapur debat të madh në rrjet. Shumë njerëz mendojnë se Brikena ka qenë një nga emrat më të komentuar dhe më të ndjekur të këtij sezoni, ndërsa të tjerë mendojnë se ajo nuk ka dhënë atë sa duhet në lojë për të merituar finalen. Po ju çfarë mendoni? A ka të drejtë Bruno? A duhet të shkojnë në finale banorët që kanë bërë më shumë lojë, debate dhe situata të forta, edhe nëse shpesh kanë ofenduar apo sulmuar të tjerët? Apo mendoni se Brikena e meriton finalen?